Në fshatin Tuminec të Bashkisë Pustec, u zhvillua ceremonia përkujtimore për heronjtë Maqedonas të rënë gjatë luftës së dytë botërore, ku mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickoski. Gjatë ceremonisë, u zbulua monumenti kushtuar luftëtarëve Maqedonas, pjesëmarrës në luftën nacional çlirimtare kundër okupatorit fashist bullgar. Në fjalën e tij, Mickoski vlerësoi sakrificën e heronjve dhe bëri thirrje për ruajtjen e identitetit kombëtar Maqedonas përmes unitetit. Ai theksoi se maqedonasit, pavarësisht kufive dhe presioneve historike, kanë arritur të ruajnë gjuhën, kulturën dhe traditat e tyre ndër vite. Ky vend është dëshmi se populli Maqedonas, pa marrë parasysh kufijt, kohën apo presionet, kur nuk ka pushuar së jetuari me të vërtetën e vet, me gjuhën e vet, me këngën e vet dhe me përkatësinë e vet. Mickoski tha se maqedonasit në Shqipëri janë pjesë e pandashme e trungut kombëtar Maqedonas, duke vlerësuar qëndresën e tyre në ruajtjen e identitetit ndër dekada. Maqedonasit në Shqipëri janë pjesë e pandashme të trungut kombëtar Maqedonas. Qëndresa juaj ndër dekada është një vepër e denjë për respekt. Ju e ruajtët emrin Maqedonas, gjuhën, traditën dhe shpirtin atëherë kur ishte më së vështiri. Në fjalimin e tij, ai përcolli edhe një mesazh për bashkim kombëtar dhe respekt ndaj historisë. Maqedonisë sot më shumë se kur i nevojitet bashkimi. Vetëm të bashkuar mund të jemi të fortë. Vetëm të bashkuar mund të krijojmë përparim dhe të ruajmë Maqedoninë si shtet me dinjitet, identitet dhe perspektivë. Ceremonia në Tuminec u mbyll me homazhe dhe vendosje kurorash pranë monumentit të heronjve Maqedonas.